Atër është koha radhës, në fakt është koha që ta fillojmë blokun e radhës e do të flasim për një temë mjaft interesante. Gazetari VB Kajtazi ka ngritur alarmin për trajtimin çnjerëzor të ish-krerëve të UÇK-s në dhomat e paraburgimit në Hagë. Ai tha se të paraburgosurit po përballen me mungesë ushqimi dhe se u shërben vetëm konzerva ushtarake. A është kjo një formë torturës dhe pse po hesht politika kosovare për trajtimin çnjerëzor të luftëtarëve? Këtë do ta diskutojmë brenda këtij bloku, ndërsa të ftuar në studio e kemi zotri VB Kajtazi. Zotri Kajtazi është në atë sitio kemi në studio. Faleminderit. Në fakt është një temë e cila shtohet, diskutohet. Fillimisht e kishim dëgjuar nga Nisem Haradinaj, i cili sapo ishte liruar nga burgu, na ka thënë për disa detajeve që edhe ushqimi nuk është shpesh nuk është i bollshëm, e shpesh është komplet i pashishëm, një drejtë themelore që për cilën ke ngritur alarmin. Kjo natyrisht u trajtua në BV Talk bashkë me Vizar Ymerin, ju përgëzojmë për emisionin dhe cilat informacionet që janë në realitet në dispozicion e që mund të përdoren natyrisht për të ndikuar atje VB. Tani kur e dëgjon dikush këtë, thot leve se pja fut kot, sepse nuk është qashtu. Ideja është që kur dikush është i privuar nga liria, ai gëzon të drejtat e plota, sikurse të tjeret, që është qasja në ushqim, qasja në higjen, qasja në informacion, qasja në avokat, qasja në takime familjare. Shumica për i këtyre të drejtave u cenohën atyre në Hagë. Ta zëmë që është e ushqimit, ata nuk kam vdek une, as nuk vdesin une. Ideja është që në mëngjes furnizohen me ushqim, në mëngjes dhe gjatë ditës e kanë të njëjtin ushqim. Ushqimi është kryesisht i konservuar, është i ngrirë. Pra e marrin në mëngjes dhe gjatë ditës e kanë atë ushqim në dispozicion. E vetëm jam mënyrë që ata me ushqy pak ma mirë është me ble vetë. Me ble pra është një ajo që quhet kantin, aty shkojnë edhe blejnë ushqimin, që natyrisht ka çmim tjetër dhe natyrisht duhet ta blejnë me parat e veta. Por jo të gjithë e kanë këtë mundësi. Ta zëm Sali Mustafa, cilin unë një personalisht e ka mik, nuk i ka punë të mirë me kuptimin financiar. I cili dhe ashtu me fizik është dobët. Ai ka qenë në forcën e sigurisë Kosovës, ka pas një pagë, të cilën nuk e ka më, dhe tash duhet familja me unë kujdes për ushqim. Pra duhet i blet ushqim, duhet të i garantohet, ndërkohë ka probleme të theksuara shëndetësore. Pra dieta e tij duhet jetë pak ma e veçantë për shkak të lasheve shëndetësore, të cilat menyja që ofron qendra e paraburgimit nuk e plotson. Përveç kësaj, kur flasim për të drejtat e njerëzit, aty shkelen edhe në aspekte tjera. Ta zëm, Zoti Sali Mustafa tashmë është i dënuar me vendim me aktgjykim të formës prerë. Megjithatë ai po vazhdon të mbahet dhe po vazhdon ta mbajë dënimin në një qendër paraburgimi. Kjo është shkelje flagrante drejtat e njerëzit. Zoti Sali Mustafa, ditën që është shpallë fajtor, është vërtetu aktgjykimi në shkallën e dytë, pra nga gjykata e apelit, ai është dashur të transferohet në një qendër korrektuese. Kjo nuk ka ndodhur. S'ka ndodhur asnjëherë. Nuk ka ndodhur, ai është duke u mbajtur në paraburgim. Kjo shkelje flagrante. Po përmend edhe qasjen apo vështirësitë për të pasur informacion. Informacion në kuptimin e marrjes të informacionit për zhvillimet që ndodhin këtu, apo edhe gjatë çështjeve të tyre ta zëm shpesh familjare për çdo proces. Dikur ata kanë pas një platformë në qendrën e paraburgimit, Nimi TV. Dhe kanë pas të gjitha që transmetohen ta zëm në Europë, kanë pas qasje aty. Ato ju kanë ndërprej. Transmetohet një kanal 2, mes tyne është RTK-ja, dhe nuk është që marrin informacion të bollshëm se që ka ndodhur ta zëm në Kosovë. Unë mendoj që kur farë ndikimi në sjelljen e tyne, në procesin gjyqësor nuk ka se që ka shikojnë, sepse është thjesht televizor. Informohen, nuk kanë komunikim me publikun nga jashtë. Shkelje tjera që janë për mu të jashtëzakonshme, është kufizimi i vizitave. Tashmë ka një akt akuzë kundër zotit Thaçi me demek për ndërhyrje në proces gjyqësor,
Unë mendoj se kjo akt akuzë është bërë me qëllim që aty në tu pa mundësohet lirimi nga paraburgimi dhe mbrojtja në liri, sepse deri tash sa kam lexuar nga kjo akt akuzë nuk ka prova për ndërhyrjen në ndonjë proces apo friksim të dëshmitarve, por të gjitha këto janë veprime të një pasnjëshme që aty në njerëzve tu kufizohen disa të drejta që janë të garantuara me Kushtetutën e Republikës Kosovës e po ashtu me konventa ndërkombëtare përfshirë konventën e Dhe me që jemi këtu, a ka ngjashmëri ky proces pra në Hag me atë që u zhvillua ndaj Sami Lushtakut? Që në fakt u krye nga prokuror dhe gjykatës e Uliksit, në fund të ditës ne nuk pam një viktim dhe ai u dënua. A ka lidhshmëri kjo? A mund paraqes të njëjtin rrezik që të njëjtit pra në Hag të dënuan pa fakte dhe pa prova? Logjika është e njëjtë, natyrisht nuk është procesi i njëjtë. Ajo që është e njëjtë është kryetari i trupit gjykues është i njëjtë. Pra, kryetari i trupit gjykues në rastin e Thaçit dhe të tjerëve është gjyqtari i cili zotin Lushtaku e pati shpall fajtor me 12 vjet burg. Pra është i njëjti person. I njëjti, për viktimen që nuk dihet kush, nuk ka dhëna për të, nuk e kërkon kërkush. Dhe Sami Lushtaku u dënua? U dënua në shkallën e parë, sepse apeli e rrëzoi. Por duke ditur që gjykata speciale nuk e ka një apel në kuptimin që e ka apelin e vet. Po i shkon përshtatja atyre vendimeve poshtë që janë. Nuk është e ndarë. Fatkeqësia jonë është që nuk jemi antar të Këshillit të Evropës. Pse nuk jemi antar të Këshillit të Evropës, duhet ta pyesim Albin Kurtin. Sepse po të ishim antar të Këshillit të Evropës, unë besoj që ky rast do të trajtohej në gjykatën e Strasburgut. Qasim Haradinaj ka quar një të paktën kështu ka thënë në media, do ta kemi sot në fakt të ftuar, e kemi tashmë fizikisht, por do ta kemi në një blok tjetër, e ka quar lëndën e tij në Strasburg. Dhe madje njësit e çështjeve juridike, VB kanë thënë se pavarësisht që ne nuk jemi antar të Këshillit të Evropës dhe jemi pra qytetar të Kosovës, për faktin që kjo gjykatë është në territorin e Bashkimit Evropian, krijohet mundësia ligjore që të bëhen ankesat atje. Nuk e di kush e ka thënë këtë, por ligjërisht nuk ekziston kjo mundësi. Ne duhet jemi antar të Këshillit të Evropës, në mënyrë që rastet të trajtohen atje. Derisa nuk jemi antar të Këshillit të Evropës, nuk mund të trajtohen. Dhe me thonë, kështu është ligjërisht. Ky është interpretimi i njohësve përfshirë profesor Enver Hasanin. Tash, ata nëse dikush e ka gjetë në këtë mënyrë, atëherë shpresoj që është ashtu, po sa e di unë nuk është një gjë e tillë. Ti ke përcjell shumë raste gjyqësore, padyshim shumë prej tyre këtu në Kosovë dhe mund ta dish të paktën se si aplikohet në Kosovë dhe në vendet Bashkimit Evropian. Të njëjtit kanë alarmuar, pra ish-krerët e UÇK-s duket se edhe janë përgjuar përgjatë vizitave. Si është e mundur kjo? Në Burgje përgjuhen edhe në Kosovë. Pra, edhe në vizita familjare? Telefoni Burgut në Kosovë përgjohet, ajo dihet. Kur ka dyshime se dikush mund të ndërmarrë ndonjë veprim të caktuar, po ashtu përgjohet. Ajo që është e padiskutueshme është që janë disa biseda që quhen të privilegjuara. Zoti Qasim Haradinaj ka qenë atje dhe e din shumë mirë këtë. Biseda me avokatin nuk mund të përgjohet. Biseda familjare, familjes së ngushtë nuk mund të përgjohet. Tani, kur ka vizita të shpeshta të njerëzve që nuk kanë, si janë as avokat, as nuk kanë lidhje familjare, natyrisht që edhe përgjohen. Por ta zëm në rastin e Hajredin Kuqit, ai tashmë ka një akt akuzë, duhet ta kemi parasysh se ai ka qenë avokat. Dhe nëse një avokat përgjohet, atëherë këtu cenohet edhe drejtja për mbrojtje ligjore, dhe cenohet e drejta për të pas avokat në mënyrë të papengume. Sidoqoftë, ne kemi lajme prapë që është refuzuar lirimi nga paraburgimi për zotin Veseli Krasniqi dhe Selimi. Kjo që po ndodh me mos lirimin e tyre nga paraburgimi është absurditet i llojit vet, sepse dëshmitë e dëshmitarëve të prokurorisë kanë përfunduar. Tash janë vetëm dëshmitarët e mbrojtjes, të cilët në asnjë formë nuk janë të cënuar as të rrezikuar. Dhe për të përsëritur vepra penale duhet ndodhë një luftë, që nuk mund të ndodhë kjo, dhe çështja e arretisjes është mohabet tjetër, sepse shteti i Kosovës duhet ta garantojë një gjë të tillë.
Deri tash, shteti i Kosovës nuk ka dhënë prova se është i gatshëm t'ju garantoj siguri, pavarësisht se policia ka dërgu letër që jemi të gatshëm. Por e njëjta nuk është parë si kredibile nga gjykata speciale që ta bëj monitorimin e tyre këto në rast lirimi. Tani po bëhen 5 vjet që po zhvillohet ky proces. Gjykata është dashur të na jep prova neve që ne ta konsiderojmë kredibile. Derisa nuk na ka dhënë prova për ta konsideruar të tillë, atëherë ne këtë mekanizëm juridik që plot e quajnë monstrum juridik, do duhet ta trajtonim sikur një mekanizëm me cilin do duhet merrej shteti i Kosovës. Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Recep Selimi, Jakub Krasniqi, Sali Mustafa dhe të tjerë, nuk janë atje si individ, nuk e përfaqësojnë veprimet e tyre individuale në kohë pasje. Ata janë si drejtues të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Ata kanë një akuzë që është ndërmarrje përbashkët kriminale. Pse ekziston kjo akuzë, ndërmarrje përbashkët kriminale? Vetëm duke qenë kjo akuzë, ata mund të akuzohen për përgjegjësi komanduese. Nëse bie kjo akuzë, nuk ka akuzë, sepse nuk kanë asnjë akuzë konkrete për veprimet e tyre individuale. Pra po akuzojnë përgatitet një dënim i tyre. Dhe ta përfundoj edhe një fjali. Ne nuk duhet bëjmë kur gjë më shumë se sa ajo që ka bërë Kroacia. Kroacia ka pas ekip të veçantë të avokatëve, të cilët e kanë mbrojtur shtetin. Dhe ata kanë luftu, ky ekip, me mbrojt të akuzuarit, por me rrëdzu akuzën ndërmarrje përbashkët kriminale. Dhe kjo akuzë ka rënë në Hagë, sepse nëse vërtetohet me aktgjykim forme sprerë, pavarësisht nuk është e rëndësishme a ka prova, s'ka prova, nëse vërtetohet, atëherë neve na kriminalizohet lufta. Atëherë liria dhe pavarësia jonë është produkt i një ndërmarrje të përbashkët kriminale. Njerëzit nuk janë të e kuptu një gjëtë të tillë. Fatkeqësisht, ne kemi në pushtet Albin Kurtin dhe këtë strukturë të tij, e cila nuk ka bërë asnjë hap për t'i ndihmu Kosovës, jo atyne, Kosovës. Tash këtu duan përveç kësaj, një pushtet të vedeshëm, që unë e quaj, apo ju konvenojnë, ky pushtet që unë e quaj regjim, ja ka kufizu edhe mjetet financiare. Ndonë se Kuvendi Kosovës kanë nxjerrë një ligj. Pra, pse bën një gjë të tillë? Dhe u tërheqën disa avokat, në fakt. Janë tërheq. Tani nuk e di unë a janë tërheq për para. Nuk e di se, nuk e di saktësisht. Por ajo që unë e di është që mjetet janë të kufizuara dhe kjo është fatkeqësi për neve. Por zotri Kajtazi, si shikon ti, mendon që kjo sjellje e shtetit Kosovës bëhet për oponencë politike, a thjesht nuk janë të vetëdijshëm për damin që mundet më shkaktuar nëse vërtetohet kjo akt akuzë për çfarë sapo folja? Kemi folë shumë edhe vazhdojmë me folë shumë shpesh ta zëm në Rubikon. Problemi është që zoti Kurti ose nuk është i ndërgjegjshëm, për çka unë nuk besoj, ose e bën me qëllim. Pra, veprimet e tij të një pasnjëshme nuk i shkojnë në favor Kosovës. Kush përfiton këtë? Se e bën një gjë të tillë, atëherë historia do ta tregoj. Por veprimet e tij nuk janë në interes tonin. Sepse shumë e çuditshme të dëmtohet ardhmja në kuadër të oponencës politike. Edhe çështja tjetër që na bën shumë, kena dëgjuar kështu në për diskutime të ndryshme brenda kësaj studio, e kena një qetësi totale, jo relative. Për me dalë edhe një herë aty, ne duhet me pas parasysh një gjë. Zoti Kurti nuk e ka pas problem që 3 idealist të cilve ju ka manipulu edhe trurin t'i qojnë vetvrasje. Nuk e ka pas këtë problem. Ka quar Kurti. Dhe derisa, mra e djetë, po si jemi të folë për atem, derisa ka ndohë një gjë e tillë, ai kur për interesat veta politike mendoj që është në gjendje të bëjë gjithçka. Në rastin e zotit Thaçi, Kurtit vetëm njeri që ai konsideron, si me thonë, kockë të fortë është zoti Thaçi. Derisa ai është larg këtu, pushteti Albin Kurtit është ma i sigurt. Po të ishte zoti Thaçi këtu,
politika do të ishte shumë ndryshe. Dhe kjo shumë ndryshe nënkupton që Zoti Kurti nuk do ta kishte këtë komoditet të keqpërdorimit të pushtetit, cilin po e vënd. Në vështrimin tuaj, pushteti për Kurtin është shumë më i rëndësishëm se komplet forma se si do të quhet nesër UÇK-ja, çfarë do të shkruhet për historinë e UÇK-s, cila do të jenë të arritura të UÇK-s dhe gjithçka tjetër. Pushteti për Kurtin është më i rëndësishëm se gjithçka. Se gjithçka. Do me thonë, Zoti Kurti llogaritet prej atyre njerëzve që quhen në diskursin politik kafsh politike. Një njeri që nuk e ka problem asnjë gjë tjetër përveç interesit politik. Do ta bëj edhe këtë pyetje, zotri Kajtozi, kjo trajektore e cila po e përcjellim që 5 vjet, çysh po ta merr me, çfarë forme po merr deri në këtë moment që po flasim, sepse ka pas edhe zëra që në bazë të sjelljeve të gjykatës ata gjithçysh dojnë ta shqiptojnë një dënim për 4-shën e madhe. Por ti si e shikon këtë proces? Unë nuk mund të flas për aktgjykimin as shkallës parë as dytës. Ajo që mund të them është që shumë prej nesh kanë shpresu që gjykata speciale do t'i zbarë disa raste, përfshirë ato vrasje që konsiderohen me motive politike. Ne nuk kemi, kur e lexon akt akuzën, ne nuk kemi rastet e tilla në këtë akt akuzë. Dhe kur e analizon mirë këtë akt akuzë, unë jam i tmerruar. Sepse nuk mundet një akt akuzë e tillë me u trajtu në këtë mënyrë dhe zotruar në fund me pas epilog denus. Kjo akt akuzë me kriteret e gjykatës ndërkombëtare për ish Jugosllavi, pra në Hag, unë mendoj që kjo ishte rrëzu në seancën fillestare të konfirmimit. Besomni. Ne kemi pas Ramush Haradinaj në Hag, Limaj në Hag, akuzat kanë qenë shumë të rënda, por nuk kanë kalu. Nuk kanë kalu, sepse duhet të plotësohen disa element. Kërkush nuk e mohon që nuk ka pas viktima në Kosovë. Madje as njerëz e UÇK-s, po ka pas. Por është diçka që quhet kontrolli efektiv. A ka pas kontroll efektiv në terren dhe nga lart poshtë? Një gjë e tillë nuk është vërtetu që ka ndodhur ndonjëherë. Derisa kontrolli efektiv. Këta e quajnë zinxhiri komandues. Derisa nuk ka pas një gjë të tillë, atëherë nuk mund të bëhet përgjes dikush për viktima në terren. Ta marrim në rastin e Salim Mustafës. Gjykata thot, ne nuk e kemi vërtetuar kush e ka vrarë. Ne nuk e kemi vërtetuar është vrarë prej plumbave të ushtarëve të UÇK-s apo të policisë dhe ushtrisë serbe. Megjithatë, ne e shpallim fajtor Salim Mustafën. Pse? Sepse ky demek është dashur me parandaluar. Dhe si mund të parandalohet një gjë e tillë në situatë të një lufte sikur në Kosovë. Lufta në Kosovë ka qenë krejtësisht tjetër. Njerëz vullnetar kanë dalë. Treja të cilët e kanë të patrajnuar, jo ushtarak. Në fundit ka qenë një organizim vullnetar, kështu që por që ka ndodhur, çka ka ndodhur. Do doja ta linim pak çështjen e gjykatës speciale të Hagës, do ta rikthejmë këtë temë me Nazim Haradinaj që kemi përtrajtuar natyrisht në një intervistë me të. Ka pasur një alarm, një ngjarje që nuk di se ku është procesi në aspektin juridik për GPS-in në veturën tënde. Është zbardhur deri tani, cilat janë të reja, çka thonë në fakt faktet ju kishit akuzuar AKI-n atko? Rasti është duke u hetuar nga Prokuroria Themelore në Prishtinë. Unë besoj që Prokuroria po e kryen punën e vet, dhe unë besoj që Prokuroria dhe Drejtësia do ta dhanë fjalën e vet. Ajo që mund të them këtu, sepse nuk është që jo marrë me këtë punë, ja kam lënë drejtësisë, është që GPS-i takon Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë. Kjo është e konfirmuar nga dogana e Kosovës. Ajo tjetra që mund të them është që nuk ka vendim të gjykatës për vendosjen e GPS-it, sepse përgjimi dhe vëzhgimi nga AKI-a duhet vendimi gjykatës supreme. Nuk është edhe një gjë e tillë.
Po ashtu ajo që mund të them unë është që ky bakshish më ka ardhur prej regjimit të Albin Kurtit. Pra, unë e di saks... Çka kanë dashur të zbulojnë? Qëllimi i parë i tyre është friksimi. Njerëzit të cilët nuk mendojnë se ata me provu me i friksu, me ndalë. Mu më ndalet goja dhe gishtat kur nuk jam ma, për ndryshe nuk ka shansë me ndodhë një gjë e tillë. Fatkeqësia për mu, unë jam prek shumë në kuptimin që pse në ka që budalë këta. Do të thonë, nëse unë e zbuloj që më është vendos GPS-i, paramendoje armiku si i trajton këta dhe si i gjykon këta. Do të thonë, është një strukturë budalensh në pushtet që mendojnë që metodat e tilla i friksojnë kundërshtarët politik, gazetarët, njerëzit që nuk mendojnë si ata. Kjo nuk mundet me ndodhë, do të thonë, as nuk ka me ndodhë asnjëherë. Ne jetojmë në një shoqëri të lirë, demokratike, për cilën kanë luftu që ne sot me qenë të lirë edhe në mendim, edhe në shprehje, edhe ata që janë Hag atje. Edhe një pikë tjetër se ke ulimtuar edhe për këtë. Do të ndalëm edhe njëherë tek ata që janë Hag, pra dhe do të flasim pak, e ke vrejt kohën e fundit kemi disa deklarime të Grenelit në lidhje me Jack Smith dhe si duket po i shtohet një presion. A mendon zotri Kajtazi që ka mundësi që një zgjidhje për 4-shën e madhe të na vijë në këtë formë, pra pak më shumë politike, të ketë ndonjë problem në lidhje me gjykatën dhe formulimin e saj, presioni amerikan, mund ta shpëtoj 4-shën e madhe që t'i bijem shkort pyetjes? Unë mendoj që gjykata duhet me shpall ata të pafajshëm. Pra drejtësia me vendos. Pa ka impakt edhe se cila ndërhyrje në një proces gjyqësor, qoftë kjo edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, i bën pafajësinë e tyre e bën të dyshimt. Ata duhet kenë aktgjykim lirus në bazë të provave që janë administru deri tash. Në momentin që ka një ndërhyrje të caktuar, dyshimi do t'jetë prap që ndërhyjnë Amerikanë se këta kishin shku në burg. Tani, Grenelli e ka fuqinë e vetë, Trumpi e ka fuqinë e vetë, ata tashmë e kanë edhe personale me Jack Smithin. Për shkak të hetimit që ka zhvilluar ndaj zotit Trump, ndaj presidentit Amerikan. Kjo si mund të reflektoj në raport me gjykatën e Hagës, unë besoj që ka ndikim edhe ka reflektim, por unë nuk kisha dasht me ndodhë një gjë tillë. Unë kisha dasht me pas aktgjykim lirus të gjykatës. Që mos të lente boshmak dhe hapësirë, më pas që të tjerë të gjykonin se ndërhyjnë Amerikanët dhe u liruan. Desha për fund fare se duke të pasur këtu, kishim komunikuar edhe kur ndodhe që ndodhe në Kaçanik, pra vrasja Muhamet Likës, policit, paparaci, gazetarët e paparacit kanë bërë një punë shumë të mirë duke u marrë edhe me trajtimin e këtij rasti, por edhe me agjenturat e BIAS në Kosovë. Çka dihet dhe cila është perspektiva tani? Gazetarët e paparacit kanë bërë shumë punë të mirë, mendoj, gazetarët e klanit kanë bërë një punë shumë të keqe. Kanë bërë punë të keqe? Po, absolutisht që po, veçanërisht në këtë rast. Unë e kam pa një lloj tendence që me zhvendos vëmendjen totalisht edhe nga si me thonë, nga dyshimet që lidhen me këta të arrestuar. Ajo që mund t'ju them deri tash është se provat, videot, komunikimet, hetimet e policisë dhe të prokurisë, këta të arrestuar i gozhdojnë me prova, se janë të përfshirë në vrasje. Pra janë provat ashtë më dha që me vërtet lidhen? Provat janë të forta, që këta janë të përfshirë. Tani sa i përket motivit, në se cilin krim më i vështirë është motivi me u zbulu. Ajo që kam thonë fillim, dhe po e them edhe tash, motivi i kësaj vrasje nuk ka të bëj me jetë personale. Por nuk është konstatuar as në Klan Kosova, Kajtazi, nuk është konstatuar kjo. është një pistë time që është marrë nga burimet, nga burimet brenda institucioneve. Mu vje keq që po e them këtu publikisht. Marrë edhe prej prokurorisë. Qëndrimi zyrtar i prokurorisë besoj që e dini cili ka qenë. Lidhet me punën zyrtare. E thot edhe policia, edhe policia thot. Po, dhe çfarë ka dalë ndryshe nga... Shumë ndryshe ka dalë. Nga kjo studio e kjo fjallën? Jo. Shumë ndryshe ka dalë. Çka nuk do duhet të ndodhte një gjë e tillë, sepse
E para është një polici Kosovës, e dyta është i vdekur, nuk mund të ambroj veten, e treta hidhen shumë dyshimet kësia mbi të. Ne duhet t'ja lëm rastin. Pra, ju përna thoni Kajtozi që nëse një kolegi ti në thot se ka disa informacione për një kolegi të ti të mos i shfaqim ato, sepse ju i kështë shfaqim. Unë mendoj që se cili gazetar duhet burimin ta verifikoj mirë. Dhe tash, nëse një kolegi ti e thot një gjë të tillë, atëhere duhet ta dim një gjë. Ky kolegu është i përfshirë në hetim? Ky kolegu është pjesë e ekipit që po heton vrasjen e tina, apo thjesht se ata njihen personalisht? Unë nuk po them në asnjë mënyrë që i ndjeri ka pasur jetë private tjetër. Nuk po them këtë mënyrë. Unë po flas për vrasjen e tina. Pra ju një binu që për çështje të ekstremizmit fetar është? Ky polici që ka fol, aje ka obligim, nëse ka një informacion, aje ka obligim me shku me njoftu kolegët e vetë. Por nëse kolegët e ti nuk e marrin shumë me seriozitet, se do duhet ta flisë me një A ka shkuaj me depozitu një dëshmit e tillë? Nuk e kam bërë në dokumentarin. Jo, mirë, unë po pjus publikisht. Nëse aj nuk ka shku me që informacion polici, se ka obligim, jo vetëm aj, se cili prej nesh, si qytetare, kemi obligim, kur kemi informacion me informu policinë dhe prokurorin. Nëse nuk e ka bërë një gjë të tillë, atëherë le ta mbyll gojen ai legen. Sepse nuk mundet këtë mënyrë me fol edhe me provu, me që pistën, dika tjetër, ndërkohë nëse nuk e ka informu polici. Pista reale për ty është, se motive në thesë është vështirë ta gjejmë shpesh, por motive dhe mund të lidhet pra me punën e policit, dhe gjithçka është rreth aktiviteteve që bënë në ai grup në Kaçanik? E thjeshtë është, këta persona të arrestuar i përkasin një organizate që quhet Rinia Islamike Kaçanikut. Kjo organizatë është themeluar nga terroristi Lavdrim Muhaxhiri. Pra për i thjeshtësoj krejt. Na duhet kështu e thjeshtë. Këta janë trashëgimtar të asaj. Mundër se Muhaxhiri sjeton që sa kohë, nuk ka lidhje. Nuk ka lidhje, po pse bashkë ajo ringjall. Këta kanë në trashëgimi në të ashtu quajtur organizat e themelume nga një terrorist. O kanë edhe persona si Zekria Qazimi që kanë Dhe tash, këta janë të lidhur, me kë janë të lidhur këta? Këta janë të lidhur me Zekria Qazimin. Zekria Qazimi ka qenë në burg për terrorizëm. Dhe neve na del se Zekria Qazimi është i lidhur me një pjesëtar tjetër të ISIS-it, një terrorist tjetër, i cili paguaj nga Serbia, në mënyrë që në Kosovë të hapen sa ma shumë xhami ilegale dhe sa ma shumë të përhapet ky ekstremizmi fetar. Po pse policin e Kosovës? A ishte me likën këtë rast, apo ishte me policin e Kosovës? Polici i Kosovës, të paktën njerin për i tyre ka arrestu për djegjen e Bredhit në komunën e Hanit e Lezit dhe për shpërndarjet e afisheve në Kaçanik ku bëj thirrje të mos festohej viti ri. Dhe procedura penale ndaj tij ka qenë nxitje urrëties edhe mosdorimit fetar. Pra janë thjeshta janë këto punë. Zotri Kajtozi ju thotë se policia i ka provat, i ka faktet, a do ta kemi para drejtësisë dorasin shumë shpejt, edhe a do ta kuptojmë pastaj krejt këtë vrasje? Nuk mund të them unë kur. Jo, s'po them kur, por çfarë mendon? Në bazë të ecudive të hetimet dhe përvojës tonë të gjatë që ajo që mund t'ju them juve dhe të gjithë ata që atyre që na shikojnë është se këtë rast e trajton drejtoria e krimeve të rana në policinë e Kosovës. Dhe pse jo prokuroria speciale? Po, jo, nuk ka lidhje, janë hetusit. Besoni, mbi 99% të rasteve, ata i kanë zbulu. I kanë zbulu? I kanë zbulu. Do të thotë edhe kjo do të zbulu. Po flasim për hetus elitar, të cilet nuk dështojnë në këto hetime. Deshta ta vë edhe një pyetje në lidhje me këtë temë. Mendoni se kena edhe grupacione tjera të cilat mujnë me na kanë nusë rrezik sikur ky për cilin po flasim? Brenda teritorit Kosovës? Nuk e di, unë nuk jam prej atyne që mund të parashikoj se çka do të ndodhë. Një di që institucionet e Kosovës, veçanërisht ato të sigurisë, duhet jenë shumë të kujdesshme.
në Kosovë kanë gjetë shumë brumë për manipulim, veçanërisht në aspektin fetar. Dhe kryesisht me të ri? Kryesisht me të ri, dhe kryesisht dhe me njerëz që nuk kanë arrit me pas një zhvillim të caktuar, dhe kryesisht në ato ambjente, komunitete ku njerëzit janë të varfër. Po. Pra, edhe mirëqenia social-ekonomike ka ndikim të jashtëzakonshëm në këto raste, aty mund gjenë më leti individ të cilët manipulohen. Duhet na vish më shpesh Kosova Today, si kemi shumë pyetje për ty, për fare në fund ky grup, a kishte në cak dhe në shënjesër dikë tjetër? Nuk e di. Nuk e informacione. Jo, natyrisht. Zotri Kajtozi, ishte shumë kënaqësi t'ju kemi, kjo është era e parë, urojmë që do të na vesh prapë. Paret për çka? Ishim kështu me Bebi Kajtozin, por me që prekëm gjykatës speciale të Hagës, siç edhe ju kemi thënë, sot në program na kthehet Nesim Haradinaj për një propozim që ka dhënë, për natyrisht qëllimin përfundimtar njerëzit që po gjykohen në Hagë dhe shumë aktualitetet tjera. Kthehemi vetëm pas pak.